Lideri i opozitës Ali Berisha tha se Partia Demokratike shqyrton këto ditë dhe do të paraqesë përpara qytetarëve platformën e saj për sa i përket ushqimeve të shportës. Ai garantoi se hapi i parë do të jetë ulja e TVSH-s në 6% për të gjitha ushqimet e shportës. Partia Demokratike si shqyrtoi problemin e naftës, po shqyrton këto ditë dhe do paraqesë para qytetarëve platformën e saj për sa i përket ushqimeve të shportës. Unë të garantoj si hap i parë do t'jetë ulja e TVSH-s në 6% për të gjitha ushqimet e shportës. Dhe kjo është bërë e domosdoshme. Sot ky flet këto kohë se ka rritur rrogat. Çfarë del nga rritja e tij e rrogave? Nga rritja e tij e rrogave del se rrogat në Shqipëri janë përsëri më të ultat në rajon. Në një kohë kur ato ishin më të lartat në rajon në vitin 2013. Në një kohë kur Maqedonia ka TVSH në ushqimeve 6%. Dhe i ka ushqimet shumë më lirë. Kosova i ka ushqimet shumë më lirë. Është e domosdoshme një ulje e madhe e TVSH-s në të gjitha ushqimet e shportës. Dhe kjo do të ndodhë. Duke u ndalur tek zgjedhjet e ardhshme lokale, Berisha garantoi se do të bëjë gjithçka për t'u paraqitur shqiptarëve kandidatët më të mirë. Do bëjmë gjithçka për të paraqitur shqiptarëve kandidatët më të mirë, më të pëlqyer, më të aftë për ta. Berisha garantoi se projekti i Partisë Demokratike për reformën territoriale do të jetë transparent. Ai shtoi se tashmë opozita ka nisur dëgjesat për reformën. Duhet t'u informoj se Komisioni i Reformës do të fillojë dëgjesat publike. Zoti Luciano Boçi ka shpërnda platformën për debatin publik dhe jam i bindur se edhe në zonën tuaj do zhvillohet ky takim dhe do merren gjërësisht mendimet e qytetarëve. Ne pa diskutim që në projektin ton kemi si qëllim të ofrojmë shërbimet qytetarit. Ky do jetë parimi themelor i ynë.